Për shembull, ky vllai unë që ka dek para 2 ditë sot e kam vëros, na asnjë kemi pas mundësi me shkuj që Allah na mundson dhe na fal gjinat se mi shkuë, se me fi gjumat, se kemi pas gjumën. E tash para mendoni vllazë. Vdeka është si një nëndër. E ki pa një nëndër, edhe mundur sa bari me e kalëzu shoqës tonë se djallit tonë duke e ki harru. Qeso është jeta jonë për pregatitën në dynje. Hasan Hylbatriu, rahimullah, kohën e tina, imami i xhamis ke edhe një djetar një rëshiri o mërzit, edhe ku mërë mërzit, të shkoj thot të eki një farë mërzije pak të edhe ko shkon, selam alikim Hasan Hylbatriu, alikim selam, tha muti që ka dole. Tha vallaj, tha se s'kom shkon, tha hiç dit, tha jo mërzit. Ka zonë pa nejli vajet, tha na e jetë, tha. Pa, o co më tha zemrë, tha pak, do punë të mira ka zonë. O valla, tha, unë gjitha qëtu nga këtë. Unë e pashtë tha një misë. Ajo miza tha, ishte e mori kokër grunit. Vese e mori kokërën e grunit, në afru me shkun, tha në shpedë vetë, tha një shpenë, tha e mori edhe mizën, edhe kokërën e grunit. Gjerë shëri, thot. Ja, sa në besti, thot, që ta së kuptova ishta që ka kjo muhabet, Allah i doshe, tha. Na imi, tha, si që kjo miza që i mundojnë në dynje me punu punë të mira. Vjen me leo që ja dekës, na me shpirtin, nuk na pre. E tash, dorën në zemër si ketë nga vllazni xhamat. Ta shqit e dorën në zemër, pare mendoni. Kjo vlla që ka vdek. Ka dek filoni, ka dek një vllone kushin. A ka fal namaz? Jo, vlla s'ka fal namaz. A ka hi me kumbeta në xhami? Jo, vlla kur s'ka hi në xhami. A ka dhënë zeqat? Jo, vlla kur s'ka dhënë zeqat. Po sadaka ka dhënë? Jo, vlla s'ka dhënë sadaka. Por që të duhet me kaj. Por që to duhet me kojtë. E kalon në antarë familjet mirë, në fejnë din islam? Jo, se kalon. Djem po, djem burra, qika, se kalon. Po në din fej asë një, por që to duhet me kojtë vlasë. Në kështë ebe që edhe shkupohën i asin babë, se heca. Ose ja këpënohën i me vlyt djallit edhe e kryva. Jo, vlasë, duhet me pregatit. E për qësi lojë vdeke, duhet njëri me pregatit. Por që to duhet me kojtë. Me të vërtet du të me kaj. Por që ata, se aj që ka falë namaz, aj që ka dhunë sadaka, aj që ka agjiru Ramazan, aj që ka i me kumet në gjami, aj ka pështu. Që pse a tha për nga besën ka thunë, aj ka pështu. Aj u kortalis. Pse? Ka punu në pregatit. Dhe me thonë, njëri du të mu pregatit, këtë dyje, por me punu punë të mira për akret. Inshallah Allah nasib me thonë. Amin. Por që ata duhet njëri për përgatun, me thonë njëri, para me ndoni vllazën, duhet njëri, nuk është puna veç të namazi, nuk është puna të zeqati, nuk është puna të veç të sadakaj, nuk është puna të punë të mira, nuk është e. Musa a.s. Kër dilë për Allah zë gjellë, tha jara, o zotë i ma, tha, unë këmë punu shumë punë të mira për atë, tha kuj kom veni. Tha me pëntua, tha që ki pënu, tha zot, tha që i fëton gjenetin, jam nusë. Jara, pse? Po në kumë falë, tha shumë namaz, tha ki falë për vetë. Po në kumë dhonë shumë zeqat, tha ki dhonë për vetë. Po në kumë dhonë shumë sadaka, ki dhonë, tha për vetë. Po a Ramazan kumë ma gjiru, tha, ki bu, tha për vetë. E që përshkë këtë e dhonë? Një mësimtar, një mësimon për falë namaz për vetë. Sadaka që po jep për shpirt vetë. Zeqatin që jep në vjetë njëre ka të umballin pi rogës, më thunë ka punu me njerës, edhe jep në vjetë njëre, ka dhënë për vetë. Ka hi gjumon namaz e ka falë për vetë. E për Allah, e tha mu që më kipru. Tha Musa, tha, a e ki dhesh dukone, tha, për hirte? Po, tha, jara. A e kini mu dukone për hirte? Po, jara. E që ajo shkon të Allah, vazë. As zeqati, as namazi, as sadakaja, as agjirimi, për veti. E qka shkon të Allah? Fjallja mirë, edhe veç që ju ndesh për fisi bile për hatër tina. Me ki boni punë të mirë për Allah. Po shkoj të një shok, të një vla, po pja bëj për hirë të Allah. Edhe Allah shkoj. Po shkoj të një vla me vizitu në spital, se është pak po që për hirë të Allah, Allah shkoj. Po ka deki filoni për bëjnë jetë për maraf des, inshallah të shkojt për hirtë Allah që e kom obligim, edhe për hirtina, Allah shkoj. Po që ata duhet njeri që këmë të shumere, njeri kur vdes, vlazën,
3 punë i merë me veti, i ngre zhak, deri sot hinë në varë. Kur hinë në varë, ata 2 punë që i ka marë, ka ngre zhak, kthehen, vesh një jenë. A di cilin të 3 punë vazën? Dini me ditë? Pare me ndoni, ka vdej kjo vlo, e ka në vorros, e ka në shtinë dhe. Kush u hinë dhëmi, aty në varë me të? A i ka hi gruja? A i ka hi nusja? A i ka hi djari? A i ka hi qikja? A i ka hi malësia? Këtë dita i ka shku më të njësë. A i ka hi roga? A i ka hi kërët Mercedeset? A i ka hi Ducati? Jo, vlazëm. Gjemati, mramin hap, mas e kam vërru se kanë shtinë dhe ju në këti. Bara bashkë me shëvë si me hoqë. Gruja si gru, nuse si nuse, djali si djali, ju në këti. Me thunë, o gjallarë, gjemati, familja, 2, u këthin. Qaj me të to? Punë të mira. Qaj jo hinë në dorë, o vla. Qaj jo hinë në vla, o vlazë muslimë. Qaj e punë, hinë me të më dorë, qaj e punë që ka punu në dynje. Ka falë namaz, ka gjiru Ramazan, ka dhonë sadaka, e ka djesh dukoni për hirtë Allah, e ka fru dukoni për hirtë Allah, e ka ndonë një punë të keqe për hirtë Allah, e ka thirë dhoni vetë nga vetë për hirtë Allah, o mundu me bo një punë për hirtë Allah. Qaj është kërë me të më dorë, qaj është betimi është. Por që ta, që thash pare, edhe kemi të bo lafë, edhe promë që këtëm të të vëznje që shkemi vizun për hirtë Allah, por që ta pare me ndonë një vëzën, duhet njeri, subhanallah, a e thot, unë disa po më dojnë më Allah, ka dalja bre, që të vedin të avalin unë gju, edhe me të abonë shqeqet një kafe, që të kujtoju, sa Allah po të në ty. Kujtoju që i konë jetim vetë si konë kërkanë, kërka hiq, Allah të ka qëtë në dynja. Kur që ti në dynja të rritit, bëjt ma, kur të bonit ma, të adha bashortin donë. Kur të adha bashortin donë, të adha thmin. Kur të dhe thmin, i martove. Kur i martove, të bone nipat. Kur të bone nipat, e more banesin. A në koshte shirimi Allahota, në koshte rahmeti Allahota jo. Subhanallah. Por që ata, falendrimi Allahot i takon, ku? Në gjamin zërë. Allah, në më thëmë, falendrimi vjen Allahot, veç kur njëri u farit. Subhanallah. Një të vjesë Allah i ka ndorë, i ka dhonë për hirë të pengamesë, ose më ka dhonë për imetin tem, këtë dhe më dhonë punët mira. Punët të tina ju në Allah dorë në djatë, i ka Allah ndorë. Lypni, unë e vëdhë. I ka faqë. Ka të kriju me pikujt, ma vonë, ka të kriju pipak dhejot, t'i dha shëmdat më të mira, t'a dha figurën më të bukur. Ju Allah nuk e falim ndërë. Ju Allah e unë, ju Allah t'ja këthejnë shpindin, ju Allah subhanë. Para me ndonë, ju me thonë, duhet njeri më përgatit se nuk din ku në nëzëm vdeka, vlazën. Gjumoni kalure, kemi pakit vlanë, bara bashkë me ziqinë, aty kemi netë, mirë e në cilë, aty por të mërë një qaj, dhe ka përsi me dilin vetë me kërë. Celo marë, kemi rivazë ziqinë, i ki gati, ke vlo, kemi qilë gjaminë të e, po vinë vazia, po mojnë da vete, po farin me ajtë. Po be do të vishë Allah, do më arta, ishë me marta djorin. Partje, ka dhe në shpinë. Lazë, ka të të diferencë. Mo, mështë që ja bëjmë si këtë që ka thëmë, që e ki vlonë tonë, dhe që e ki vlonë, e ki mirë, po më rëplavje më është mirë, ani që ka e ka hëllët, elhamdulillah, mirë, e ka martu t'jene mirë, po vallaj, ditë ashtë ka po lafë, beso dherin penzion, e ka njetë me bo namaz. Qasë ta që thash pare, harap i mësojnë të mine vetë, në 7 vjeqarë. Na, qasë ta që e qësër një zërë. 17 vjetë. Herët është. Do të falën e shalë. Lumë t'ju, i një kra që une që bonë, qëre që to dhe prisha dhe do të falën. Ate vjetë me loqat, dikës ta me shpitit. Qështë dojtë për Allah? Vallaj s'kena vakë, vallaj na me të mëranë. Që thash pare, ki pa kur bon një vla, na i vla, ju një darsën, që se në qëtë kry votë, di ka një farveni me të nderu, ko gjë hatrosh. Së më ka bojë sapë, hiç filoni bre. Jo, i më kupa, së më ka bojë sapë. Ma dere më ka lënë. Por më qashtu. A në kujtomë që i dimi me të mëram, s'kemi vakë, vjetë po shkojnë, jo po shkojnë, mujtë po shkojnë, vjetë po shkojnë, tonë herë po vinë ma plak e ma plak, deka po në afrot. Deka po në afrot, si mi pregadit për vdekja në subhanallah. Por që ta duhet kjeri me që në vazën, më
pregatit, para me ndoni, me punu punë të mira, me ndalu vetë vete, me ndalu vetin për të këqijave, edhe i shohë me punu punë të mira. Por me punu punë të mira, shohë Allah nësip nga bukë tjara pilore. Për që ata vlazën, duhet njeri më pregatit. Kurse, pare se me hinë në fejë në din islam, jonë të punë, që gjithë si dhe muslimani ka obligim, është farë të vlazën, duhet mi punue. Por shembo, kime thonë shumë herë, i shatë të i folë dhe qitash që i gjumo, do me thonë, kur një vla është musliman, e ka borç, obligim e ka borç, vla dhe mi allon selam. Selam alikim selam rahmetullah. Që ajo pari obligim, pari borç është për një besim vla. E dyta, qofse një kushi, një vla, një mish, një miqasi, një antar i shpis, ose jashtë a shpis, ose kushi, ose larg nga, ka vdek, duhet mi shku, mi afal gjinazë. Kjo është borç obligim. Mi afal gjinazë. E treta, mi shku në davet. Fjolla davet, mi shku, mi ado mërzin bara bashkë me ty. Ka në e së muj me shku mi hajkë mërzin. Ka në e telashin e gale me shku mi hajkë mërzin. Është në e së muj, mi në jetë nga tina, mi jetë mi afru nga. Është në e problem, me shku mi akry. Vish për hirtë Allah. Këtë jetin që e qonë një besimtar, një muslimon, këtë duhet dita, këtë, vish për hirtë Allah. Edhe bashortin tonë dhe që i nga ditë që ja qëtë dorën, fali, fodu për hirtë Allah. Që Allah të ka dhë? Masi Allah të bojnë nasip të dha, e qëtë ja ti dorën, thot, unë e ty fodu për hirtë Allah. Pëse Allah më dha? Ha? Njëni e vetin një ideale vishit, tha e Resulullah, unë i madhin tem që i fitova i konë është, tha e madhin dy që i fitove, tha është jyti. Po? A unë e tha i konë e jam, ti me bashkë madhin tonë, tha, edhe madhin jyti edhe ti, tha, me bashkë me babën tonë, ti një tha të Allah. Madhin tonë që i fitove, tha është jyti, a mo ti, tha, me madhin tonë, dhe bashkë me ty, me babën tonë, ti një të Allah. Këtë jemi të Allah. Mos të nështronë. Këtë të avonë, për që ta, mas i s'ka rrug dalje, mas i është feja e pasër, mas i duhet me punu punë të mira, të të ma flu vlazën, i pat, i te kulafët Allah, ja hum nasë, o ju njerës, të të një Allah, i pat frikë Allah. Subhanë Allah. Unë gjithë kërë po i në farë në Daviti, po i pak në këvarë përshme. Koha e moshime, unë e mojnë me, Subhanë Allah, e mojnë me, para 60 vjeti, 4 më ramonë dhe junë men, atër imi konë fëmi. E bojnë men, plaku ju nësimi gja jonë, kër e kishtë televizin, ishë me në gjyrat zeza, që ashtu, s'kishë në bojnë. Edhe, e kishë me qërës. Kër dojnë ka e meslu lojmin me pa, e qërke, e qërke lojmin, edhe kër dojnë ke mes me qyrë, jam qërke. Në delë të pinemi në thotë të hoqën e kom televizin me qërës, unë të të bëjë shala një duva që e ka qunë Allah një botë një besimtari shala mirë edhe në dynje edhe në kretë. Edhe kur dirë keni syret, ju bashimir e këtheshëm i krytë. E këtheshëm i krytë. Qitash, syret është e së është problem. Bura e gra. Moshkull e fe. Ska ramet vlazë. Rahmeti Allah të është pëqru vlazën. A din kome të rahmeti Allah? A dhe me ditë? Nësë mirë, në për të mitë vogël, shpendi. Para një jove, sa ka rashi gati një jove dita, 4 ditë 5, pëse rahmeti Allah. Ajo është rahmeti Allah, se shpendia më smukun shio vdesin vlazën, s'kan ka marim frim. E rahmeti Allah, në shpendi Allah o qonë, edhe një thmi, 2 vjet, 3 vjet, 1 vjet, 8 muj, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, rahmetin djemosha 3 u qu, së është më i vakë. Unë e kom gjetë një në bazë internetit, e kom lizue, subhanë Allah. Baba edhe nona po shqiqon po shqiqon televizor. Ajë djali ati në sopë vera bashkë po shqiqon televizor. Qika e madhe po shqiqon televizor. Qika vogël 5 vjet e emnin Fatime ka pat, i del gjumi në atëm, ko që natën i del gjumi, ka një gjithë dhëtë natës, edhe afrot hinë në dhomë ati të babat, më thotë, o baba, në s'keni t'i burë, tut një tha Allah, s'keni t'i këshyrë, tha tut një Allah, qika 5 vjeqarë Fatime.
Që fjallë, veç që fjallë ja tha për Allah, tu t'ju Allah. Edhe hini në gjumë që i ka me këtë. Sa bale kër u që baba me falë sa bajnë kër u këthi, i delë bashur të paradrinës për që ka jonë të Fatimeve, që fjallë që i tha për Allah, tu t'ju Allah, tha, ka vdek. Ka vdek, tha. Jere me leo që vdek, se mu shpitin ka vdek. Pare me dhe në vozën. Që tash, me të përbojnë e hesop, që tash parës, rahmeti Allah, në kushtë, rahmeti Allah, ndashtë o me të dhe të nunët e boba, se ke pasë o një djallë me të bu keqe, dhe të qatë nervoz, qatë njëvnim, fol që ka do, po zemra, o për dhe, ashtu dhe nuna. Por që ta Allah që në rahmet, që në bere qëtë. Ma shumë ti, hatri kujna që ty me thmive edhe në shpendi. Por që ta du të njëri, du të më fushua, më përgadit me bo punë të mira, se s'kemi kohë, s'kemi vakë, kemi mitë mra. Vdeka është një pashlak. Edhe spitali e trupit tonë, që spital, bolnicë e madhe, adin ku është? është toka, se që aty përshojnë. Kurse shpirti njeriut i mësimtojt kur nuk vdes, ajo ishtë ka përcen, shkon në berzak. E përjeton për jetin, më thonë, për dy njës në ahret. E, shkon në berzak. E qka është fjole berzak? Fjole berzak është vërë. Dhe më thonë, berzak, asë nuk është në dy një, asë nuk është në ahret. Berzak. Që aty trupi jonë pushon. Diri kur? Dhe ditin e kjemit. Po shpirti nuk vdes kur. Në një vit veti promë tha, a ndinë tha shpirti, edhe kur ndinë shpirti, ka vetë njëri, po shpirti ndinë. So bo shpirti gjenaze, se kur des njeri shpirti, rrim për një trup tina. Edhe qaj që i fol për tina merë, trupit, qaj që i fol për tina mirë, e për me në fol mirë, shpirti tina kesh. Qaj që i fol kesh, shpirti tina ullnoj. Bile bash qaj që i lana, bash qaj që i lanë, mos e lani gjenazin mu i ftoft, ose mu i shumë të nëzirë. Po se ka shpirtin, jo, mu kuni uji as i ftoft, as i nëzirë, mrakun. Edhe bash qaj që i lanë, bash që ato e një ma mirë. A nin, diri hapat e gjematit, mramin në sekundë kërë këthen, shpirti nin. Qëre vazën sa po një ka shpirti. Që tha shumë herë, njeri e prejaton jetën në piksoj dyjes dhe në akret. Amo, trupi vdes, shpirti kur nuk vdes. Trupi e njeriu është si një spital që ta shparzit, tokë. Që ta shumë e pjo vesyve si muslimat. Mos më kur vdeka, që më njëri mes me vdes kur. Ty ka më të po babaj, babes, babgjisht ka më po të boja 7-8 anon, në vromë në sopë, e të s'ke mutu asë me dalë me shku në punë, asë me shku në shkollë. Këtë dita ka me shku ty i shqy, jam i quni për me vetore, jam i shqy me lu. E qka o deka? Deka është pashlak. Që si muslimon me vedovën, qëtë me të dhonë Allah i mërë 100 vjetë, mërë nuk, ose 300 vjetë. Të ku t'i bëjsh 100 vjetë, kime shku zhak për tokë. Kur t'a afrosh të 200-shi, as t'ka me t'baba, as djallit, as djallit qikes, as familjes, as njënë, se këtë kanë shku. As njënë s'ka do 200 vjetë. E t'ashtë ti i me si një gjenerat i moqëm, edhe i me si një hu. Këtë për një gjenerat e re, ti i me si një hu. A qka thu? O Allah, pëse më harove me rumbre? Dika është pashna. Që po shumë trupi jonë, ku? Në berzab, si përfaqe të kesë. Po që ata, duhet njëri më pregadit, që ka thonë, për nga mesëtën ka thonë, që pëse një besimtar, ka që një mirë, ka punë të mira, por des njëri, por hinë më parë aty, i bod drita shoshojnë sytë. Të të riva e thotë 7 minuta shetë, gjenot vorit tina, vinë me leqë të gjenetit, vinë me të rrinë, dhe kërën me nejtë vetë, dritë, edhe Allah ja programon, ja punon, ja një punë, ja bjen, vi gjenetit, një bashkë që gjenetit ja qëtë atje më barë. Po, a i tjeti që s'ka po namaz, ka punë të mira, pa besimtari, e për besimtari ka thonë, për nga besim ka thonë, por që ato, fa ja bjen një grupë në zublat gjenimit, edhe aty rrinë në gjenem në zjerë, dhe ditin e kjamit.
Juve shirin aty nxjerr, po ka dinim, edhe vinë me lesh. Vinë me lesh te vorit, edhe kur t'i afrohen e qojnë, e ki folë sa bajnë ju, e mojnë e rrejnë, diri drejt. Edhe smena ndirin drejt, ata me lesh te vorit shkojnë, dhjenë të tarë smenë. Thotë e ki falë drejtën, thotë ju, e mojnë apet me rrejnë që të deri në qindi, që ashtu që deri një asin. A i thotë më ka dek nigja, Asi më ka dek nigja, ka më po me atë që në tem që ka dek shumë vjetë për para. Jo, vlasë, mos të mashtrumë. Njeri mirë shkon me grupin e mirë. Njeri keq shkon me grupin e keq. O po me nënën te, o po me miqin te, ose djali, ose qika, o po me muthrën e vetë. Jo. Qofse ka qenë besimtar, ka falë namaz, i ka pat frikë Allah, ka puru punë të mira, a i shkon me grupin e mirë. Qofse ka qenë i keq në zubila, s'ka puru punë të mira për 2 jesë, s'ka falë namaz, agjerim s'ka agjeru, sadaka s'ka dhonë, me komitën gjami s'ka hi, a i shkon me grupin e keq. Por që ata duhet njëri që këmë thonë shumë mere, pare me ndonë, s'ka rrugë dalje, plaza. Normal, jeta o që ashtu qetë duhet njëri me prijetu, se t'y një rrugë është. Kalla baktimi, pa punë, sugrimi, kerri, puna, e përstana. So pana, qofse një besimtar e merë një kalem në dorë e lugarit, 98% i qonë aji ku donë aji, 2,2 është namaz. 98% i qonë aji ku donë aji, tonë ditën. Mas pune, mas sugrimit, mas qikes, mas djajt, mas nuqes, mas shoqes, ku donë aji qonë? 2,2 është namaz. Edhe në kur të vetëm të kërën, a falë namaz, tha unë e falë, tha, kur kom vakt. Falë, tha, kur kom vakt. E kur s'kemi vakt? Na vakt kemi, po s'kemi vullnet. Na vakt kemi, po s'kemi qef. Na vakt kemi, po s'kemi që ma futu armit e Allah. E para fek, Allahu Ekber. Allah është ma i madh. Allah është ma i madh si shoqënia. Allah është ma i madh si bornia. Allah është ma i madh si interneti. Allah është ma i madh si shoqënia. Allah është ma i madh si puna. Allah është ma i madh si dugoja. Allah është ma i madh si puna narë. Allah është ma i madh si familja. Allahu Akbar edhe sos. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e falenderojmë Allah. Më thonë e falë namazin, e falenderojmë Allah. Dhe kur vit duke jashtë, ku i konë, më konë pata kontat me Allah, fola me Allah, që fola gjumon e kaluar, dhe më thonë, na si muslimon, si besimtar, kur na ka njëve duke është njëve borç, i kemi mirë borç, ose i kena borç, intereson nimi telefona mobile, dore se me ditë më jam marrë, më ka fri qika që borç, do të me kontatu, do të me hime tonë kontakt, më jam marrë pare. E numri Allah, nuk intereson me marrë numri Allah. E si do është numri Allah? Numri Allah është 2, 4, 4, 3, 4. 2 sabaj ki farz, 4 i ki në drejk, 4 farz i ki në qindi, 3 farz i ki në akshëm, edhe 4 farz i ki në jaci. Kjo është numri i Allah, kur do në kombinu me një në takim në thëmë me Allah. Edhe kur të vetë, duke është dirisht, qka ki bo, i më konë falë, konë po namaz, i më konë të takim, që që aty është, do të njeri kur filmë më falë, do është për dy njes, Allahu e bërë fjallë apar, edhe më shirit, edhe më thonë, hinë në takim me Allah në zëgjë. Ti s'ki më punë me dyja, ti i do për dyjes.